Tensionet midis Indisë dhe Pakistanit janë përshkallëzuar në maj 2025 pas një sulmi në Pahalgam. India fajsoi Pakistanin për mbështetjen e militantëve, duke nisur sulme ajrore me aeroplan dhe raketa kundër objektivave në Pakistan. Si kundër përgjigje, Pakistani reagoi me raketa dhe dron për të sjellë telegrafi. Kriza u përkeqësua nga pezullimi i traktatit të ujrave të Indusit nga India, duke shkaktuar mungesë të madhe uji në Pakistan, te përshkallëzimi bëri që të mbylleshin edhe aeroportet. Si pasojë e kësaj, atje ka mbetur i bllokuar edhe një shqiptar nga Kosova. Këtë e ka bërë të ditur vetë ai në llogarinë e tij në TikTok me emrin Çeki Hoti. Për ju që jeni të thanë që ja ka nis lufta mes Pakistanit dhe Indisë, e di se këtu jam vetë unë. E nisi videon shqiptari. E pse s'po ik prej andej? Nuk mundem me ik, aeroportet janë mbyllur, rrugët janë mbyllur, vazhdoi ai. Kështu që çka ka me bo se di as vetë, jam të këshyrë, përfundoi Hoti.